Në ditën e 6, prej se kur kam filluar të ecë nëpër shtegun Majat e Ballkanit, tani jam mbi fshatin Theth, ku edhe kam kaluar natën dhe pasi kam përfunduar mëngjesin, jam nisur drejt Valbonës. Më kanë mbetur edhe pak ditë për ta përfunduar tërësisht shtegun. Shpresoj që edhe pjesa tjetër që ka mbetur, pra segmenti Valbon-Qerrem Dobërdal, do të shkoj mirë dhe do të mund ta përfundoj suksesshëm këtë shteg.
Disa njerëz I kam prej jetës tonë, po kur prej zemrës. Dhe ti, je plot që ti nga. Pasi kam kaluar natën në lugin të Valibonës, tani në ditën e 7, sapo u futa në shtegun Valibon Qerem, gjatë orëve në vazhdim, diku 9 deri 10 orë, do të ecë drejt Qeremit, ku edhe sipas planeve do ta kaloj natën atje. Ky shteg, ndryshe nga I djeshmi theth Valibon, të cilin e njehja dhe nuk prisja ndonjë vështirësi, për mua është tërësisht I panjohur, për shkak se për herë të parë po ecë nëpër shteg, kështu që u përpoqa të bëhem gati, me sa mora vesh nuk ka burime uji, kështu që sigurova dhe një sasi të mjaftueshme të ujit. Këtu jam në qafën e Proslopit. Kjo është faktikisht pika më lartë mbi detare në segmentin e sotëm Valibon Qerem. Tash për 1 kilometër e gjysmë do të ecë nëpër territor sërish të Malit të Zi dhe më pastaj do rikthehem në pjesën shqiptare. Në këtë krahun tim të majt është shtegu që çon ka Kollata e Keqe. Deri këtu ngjitja ka shku mirë, thënë të drejtën ishte pak e vështirë, po ndër më të vështirat nga të gjitha segmentet e shtegut, të paktën është përshtypja ime, do të thoja subjektive, për dikë mund mos jetë kështu. Mua ky segment më duk më I vështiri nga gjitha ditët që kam ecë deri më sot, po njëkohësisht edhe më I bukuri. Pamjet vërtet deri këtu ishin fantastike.
Kjo është shpella e akut. Ndonë se jemi në mes të verës, sa po del përballë saj, rryma e ftoftë gati se të ngrinë. Ngjason me një, do të thoja, me një frigorifer natyror. Pas 10 orësh ecje, natyrisht me pushime të herpashershme, para pak qastesh kam arritur në Qërën, këtu edhe ku e kisha planifikuar ta kaloj natën për të bërë gati për nesër. Thënë të drejtën, krahasuar me ditën e djeshme, ndonë se për një 2 kilometra të paktën më pak se dje theth Valbon, megjithatë shikuar në tërësi ecjen ishte pak më vështirë, kërkonte më shumë përqendrim, më shumë përgatitje fizike, sidomos pjesa deri te qafa e proslopit është një përpjece e konsiderueshme. Më pastaj pjesa, sepse nga kjo qafë për disa, siç e thash edhe më herët në videon paraprake, për paktën 1.5 kilometra është ecje nëpër territorin e malit të Zi, dhe kjo pjesë kërkon një përqendrim të madh për shkak se shtegu i tëri derisa të rikthesh në territorin shqiptar është ecje nëpër shkëmbinj të mëdhej, kërcim në një farë mënyre nga njëri në tjetrin, kështu që nëse shpërqendrohet vëmendja, rreziqet janë potenciale për lëndime serioze. Më pastaj, sa po futesh në territorin shqiptar, është një teren dukshë më i butë, shtegu është më i lehtë për të ecur, por sido që të jetë, pamjet me të vërtetë janë për t'u admiruar gjatë gjithë kohës. Lodhja nganjëherë harrohet çfarë sheh përreth gjatë ardhjes në këtë fshat. Edhe sot në ditën e 8, duke u ngjitur nga Qeremi në Dobërdol, tash prej disa minutash, shtegu qenka në territorin, një pjesë e shtegu qenka në territorin e malit të Zi.
një pjesë e shtegut, nashta 1 kilometër e ca zhavër, pak pjesë bezdisëse, sidomos kur kalonin gjipa, ndërsa tash që jemi fut këtu në tamam shteg për bjeshkator, fantastik. Ende është në gjitje edhe disa kilometra e më pastaj do t'jetë më lehtë. Tani jam në Dobërdol, mbrëm kam arritur këtu, ku dhe kam kaluar natën. Sot është dita e 9 dhe e fundit e ecjes në shtegun Majat e Ballkanit. Tash nga këtu do t'u vazhdoj drejt Kuqishtës, aty edhe ku e kam filluar ecjen. Ka dikun 22-23 kilometra, po shpresoj sikurse edhe ditët paraprake, edhe dita e sotme do të shkoj mirë.
Pas 9 ditësh ecje të përditshme, pata mundësi të shoh lëndina, kroje, gryka, shpatije, maja, jetë banorësh të atyre zonave, alpinistë që si unë ecnin nëpër këtë shteg. Me një fjalë, njohje shumë më shumë e bjeshkëve të Nemuna dhe mrekullisë që ka ajo. Nëse trupi im është i lodhur, shpirti është plot. Majat e Ballkanit nuk janë thjesht një shteg ecjeje, janë një dëshmi se natyra nuk njeh kufi. Shihemi në shtegun e radhës.